Duri Bajrami 99, Elona More 5 dhe Genti Mera 5. U zhvilluan këtë të premte zgjedhjet e kryesisë së dhomës së avokatisë Vlorë. Në garë për kreun e kësaj dhome, ishte ish kreu i kësaj Duri Bajramaj, avokatja Elona More si dhe avokati Genti Meraj. Avokatët kanë votuar me parimin një antar një votë dhe në mbyllje të gjithë procesit rezultoi fitues Duri Bajramaj, i cili ka marrë plot 99 vota, ndërsa të limituara votat ishin për 2 kandidatët e tjerë, përkatësisht 5 dhe 3 vota. Në mbyllje të gjithë procesit, Bajramaj ka falëndëruar të gjithë pjesëmarrësit në votim, ndërsa për Blu Televizion, kreu i ri mandatuar kërkoi më shumë vëmendje për reformën në drejtësi, si dhe rishikimin e hartës gjyqësore, e cila sot sipas tij ka krijuar shumë problematika, si për gjyqësorin ashtu edhe për qytetarët shërbim kërkues. Aktiviteti që u bë sot, rizgjedhja, procesi. Po, është e vërtet, sot Dhoma Vendore e Avokatisë Vlorë kishte procesin e votimit për zgjedhjen e organeve drejtuese, për kryetar, sekretar dhe anëtarët e Këshillit të Përgjithshëm në pranë dhomës kombëtare të avokatisë. Si kandidat për kryetar ishim 3, nga procesi i votimit rezultoi që fitues të isha unë. Ishte një besim i madh që më dhanë kolegët e dhomës avokatisë Vlorë për në mandatin e dytë. Është një fitore thellë që më vë para një përgjegjësie shumë të madhe për t'i përfaqësuar denjësisht të gjithë kolegët e dhomës vendore Vlorë. Për këtë mandat të dytë, cilat janë qëllimet e objektivat tuaja? Shiko, për mandatin e dytë, sepse ne kemi shumë punë të lëna për gjysëm, një nga prioritetet kryesore të mjet do të jetë harta gjyqësore, sepse si që dini, gjykatës Vlorës janë larguar 2 gjykata, jemi në një kolaps total të sistemit drejtësisë për sa i përket gjykimeve të çështjes, dhe Dhoma Vendore e Avokatisë Vlorë ka qenë pararoj në ngritjen e zërit për rishikimin e hartës gjyqësore, sepse tashmë si që dini të gjithë, harta gjyqësore ka dështuar. Do të vazhdojmë të ngrëmë me forcë zërin tonë si dhomë, për të sjellë qytetarëve vlonjat ato institucione që ju larguan pa të drejtë. Gjithashtu ka dhe shumë punë të tjera Dhoma e Avokatisë Vlorë për të ngritur rolin e avokatit karshi institucioneve të tjera dhe për të vlerësuar aty ku i takon avokatisë shqiptare. Ndërkohë, po këtë të premte, u votua edhe për strukturat e kryesisë së dhomës së avokatisë së Vlorës.